Ishim sot në nderim të heronjve të epopesë Dugazhinit, 24 marsish në një prej datave më të lavdishme të historisë sonë, sepse këtu u bë një luftë heroike në mbrojtje të popullit shqiptar, nga ato që ishin një ndër masakrat dhe ndërsulmet më të ashpra të hegemonisë serbe në udhëheqjen e regjimit gjenocidale fashist të Miloševićit. Familja Haradinaj dhe i gjithë Gllogjani u ngritën në këmbë për të shndruar këto kulla në fortifikat të lirisë dhe shumë prej atyre që luftuan ranë dëshmor e shumë të tjerë vazhduan që të kontribuojnë për lirinë e Kosovës. Prandaj është bërq i yni si institucione të Kosovës, por mbi të gjitha si qytetar të kësaj republike të lirë, sovrane të pavarur, që gjithnjë të nderojmë sakrificën e familjes Haradinaj dhe të gjithë atyre që ranë për liri si pjesë e epopesë Dugazhinit dhe betejave që u bën në këtë anë të Kosovës, por të nderojmë edhe të gjithë heronjët që ranë, jo vetëm në këtë datë, por çdo herë për lirinë tonë. Siç e dini, sot nderojmë edhe përvjetorin e intervenimit të NATO-s, që pak a shumë tregon që bashkëdyzimi i luftës sonë çlirimtare në njërin anë dhe ndihmës së aleatëve tanë më në fund e solli lirinë për të cilën u sakrifikua për breza, dhe në të njëjtën kohë është mesazh që vetëm të bashkuar për Kosovën sovrane, por edhe me ndihmën e aleatëve tanë Kosova mund të arrijë suksese historike, siç edhe ka arritur nëpërmjet çlirimit, pastaj pavarësisë dhe shtetëndërtimit. Lavdi heronjve, i përjetshëm qoftë kujtimi për ta. Ju faleminderit gjithëve.